Sekreti I kullës së vjetër. Në një fshat të vogël mes maleve, qëndronte një kullë e vjetër që askush nuk guxonte ta vizitonte. Legjendat thoshin se aty fshihej një mister I errët. Një ditë, një vajzë kurioze me emrin Elira vendosi të zbulonte të vërtetën. E pajisur vetëm me një qiri dhe guximin e saj, ajo hyri brenda. Kulla ishte e ftohtë dhe plot shurma të çuditshme. Pas disa hapash të ngadalë, ajo gjeti një derë të fshehur pas një përdeje pluhuri. Brenda kishte një dhomë të mbushur me libra të vjetër dhe një kuti druri. Kur e hapi kutin, gjeti një letër që tregonte historinë e një shkrimtari të harruar, që kishte jetuar I izoluar aty për vite, duke shkruar libra për një botë më të mirë. Elira mori dorë shkrimet dhe I çoi në bibliotekën e qytetit. Me kohën, librat u botuan dhe u bën të famshëm. Fal guximit të saj, fshati fitoi një vend në hartën kulturore dhe kulla u kthye në muze.